Sot në kuadër të rubrikës së kulturës do të ndajmë bashkë botimet nga Revista e Ujit. Është një revistë e cila përmban letërsi, kulturë e histori. Redaktorja e kësaj reviste është Fatjona Bajraj, e cila ka të studiuar shkencat e orientalistikës, letërsinë e vjetër me theks të veçantë. Fatjonën e kemi ftuar sot në studio dhe do të mësoj më shumë nga ajo për këto botime që ajo ka. Fatjona ka dhe botimet e saj personale, ndërkësh në revistë janë të përmbledhur edhe autorë të tjerë. Fatjona, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Çka ka Revista Uji? Është një revistë me karakter letrar, historik dhe kulturor, domethënë këto janë fushat kryesore që i përfshin. Kemi prozë, kemi anekdota, kemi tregime, studime të ndryshme, recenzione, eseja, kemi poezi edhe kemi përkthime. Domethënë të përkthimet përfshihet edhe tregimi edhe poezia. Zakonisht përkthime kemi prej diku deri në 7-8 gjuhë. Tashmë 3 vite po bëhen që Revista Uji vetë se ka marrë rrugtimin e saj. Edhe po vazhdon rrjedhën një sikur uji, sikur emri që e bart. Edhe është bën një derë, me thon drejtën, edhe e të moshumëve, domethënë krijuesve më të moshum, edhe e të rive, sepse ne kemi në kodër saj edhe revistën për fëmijë, Ujin për fëmijë, që dedikohet veç letërsisë që është kriju prej të rriturve për fëmijë dhe vetë fëmijëve. Në njëjtën kohë kemi edhe një revistë shkencore psikologjike, me cilën mirret Ferdania, shoqja jam, domethënë ne jemi dy shoqe që bashkëpunojmë bashk, edhe unë kryesisht jam te revista që vese ke në dorë, po mira më shumë me pjesën e revistës Uji për të rritur. Në këtë numër kishte autorë të ndryshëm me shkrimet e tyre personale, por edhe autorë të poezive. A ka kriter këtu kush mund të dërgojë shkrimet? Çush i përmbledhni këtu? Ne si redaksi kemi, kemi tash adresat ku njerëzit i dërgojnë materialet e tyre, i kemi webfaqen e Shtëpisë Botuese, e kemi faqen në Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, domethënë në çdo vend munden me na gjetë dhe jemi të qasshëm. Në çdo fillim të muajit kur ne planifikojmë, domethënë me fillu me i bogati materialet për revistën numrin e ardhshëm, e bëjmë shpalljen si redaksi, i vendosim datat prej kësaj datën këtë datë preferohet me u dërgu për shembull materiali. Janë do kritere, padyshim, sepse nuk mundemi me botu gjithçka, se kemi pas raste të caktuara ku kanë dërguar edhe poezi me ChatGPT. Mirë, po nuk është që vendosim në një kriter diçka shumë të lartë, sepse na e dim që shumicën e rasteve rinia, sidomos rrit, domethënë kur të bëni nuk e kam cakon veç dikush i ri kështu në moshë, po krijues i ri. Odoni kam fillet e para në revistë, edhe mendoj që secili që nuk i ka mundësinë e botimit të një libri sepse është pak i kushtueshme, fillet e para i merr në revistë, dhe për atë mendoj që është e nevojshme me u dhënë hapësira secilit me e provu, mandej nëse në kështë rrugtimi i tij, domethënë i duhur. Kesh vetë atë proces, gjen vetën nëse është për poezi, atëherë zoti nuk e vazhdon, mirë, po diçka kriteret të larta, sikur kriteret në disa revista tjera që janë veç me kanë autor i njohur, nëse gjëra tjera nuk kemi, mundohemi me kanë pranë secilit. Na kemi rrugtuar edhe vetë fillimet tona, i kemi pas stilla pak më të vështira edhe vetë, edhe mundohemi që me bëni letësim për brizat e ri. Ju keni inicuar këtë nismë me thon drejtën, po. Është kemi mungesë të revistave dhe mungesë të hapësirave ku na muj me promovu veten. Tash në fundit rrjetet sociale pak po bëjnë një farë lehtësimi, nëse më thon, sepse ka webfaqe ndryshme ku po botohen, po diçka e shtypun që mbetet, domethënë revista mbetet. Ka më mbet ndër breza, e kemi pa në fakt si diçka të nevojshme dhe kemi bë, mirë, po padyshim që ka dhe sfidën e vet, sepse ne vetë financohemi, nuk kemi ndonjë mbështetje të caktuar për revistën. Tash me 3 vite ne e financojmë vet, po ja vlen sepse kënaqësi shpirtërore që na e fal revista nuk i shpagon asnjë gjë materiali. Sa mirë. Çka ke studiu Fatjon ti? Unë kam mbaruar orientalistikën master, tash jam në master gazetari. Okej, edhe për shoh dy botimet e tua, Divani Havis, apo? Po, është libri i 5. Edhe përkthime, mirën pak me përkthime. Libri i 5 është ky, Sabahatin Ali Orhan Elikanek. Është përkthem prej gjuhës turke, poezi, kam bërë përmbledhje të 2 poetëve. Kam edhe përkthime tjera, dikon prej gjuhës turke, kam përkthy rreth 30 vepra përfshi dhe librat për fëmijë. Çka të ka shty me përkthy autor turk? Unë turqishtën e kam mësu në mënyrë autodidakte prej televizionit, se normal vi prej rrethit të Drenicës ku nuk flitet shumë. E mandej kam vazhdu me studime këtu në orientalistik. Jam pak më shumë e tërhiqen, domethënë tërhiqen prej të vjetrës, kultura e vjetër, gjërat
Shqytërimet e vjetra më bojnë ma shumë përshtypje dhe kom vazhdu me studimin edhe të gjuhës turke. Normal kodrët orientalistikës mandej kem pas edhe gjuhën perse, arabe, shqipen kërë shujt me alfabetin arab. Kem gjurmu në histori në një farë forme, edhe mandej kur më rinti në një stand caktuar dhe nisë edhe vetë me shkrujt poezi, e ki pak më atletë dhe me fillu me përkthyje, mandej ka shumë autor të mirë për shembull në gjuhën turke që janë, nuk janë të përkthyer në gjuhën shqipe dhe kam dashur që gjuha turke mos më met veç një gjuhë e dytë që unë e di edhe që mjaftona me shikimin e disa serialeve dhe leximit në këtë gjuhë, po pse jo për shembull në këtë rast edhe ti e dikush tjetër që se një. Çka ka që ke zbulu diçka të veçantë që nuk ka qenë e ditur deri tani? Letërsia e vjetër është e veçantë në parim, padyshim. Me gjitha ato konceptet e saj që bart, mirë po ka shumë kohë që është pauzu në një farë forme kultivimi i saj edhe kultivohet ose krijohet vetë prej disa individëve. Mirë po për momentin prej vajzave jam ndër të vetme që kam nisë me bo një rikthim të kësaj lloji letërsie. O mendoj që është letërsia Elhamiad është letërsi vlerë që vlen me u kultivu prap edhe mos me u harru. Po, është vështirë me shkru poezi në këtë standard? Në gegnishtën e vjetër. Poezia jam kryesisht karakterizohet me gegnishtën e vjetër edhe me kur tham gegnishtën e vjetër, këtu i përfshi edhe orientalizmat që përdoren, kam kritikat saktuara që marr, mirë po në fund mundesh me në fund e jap edhe fjalorit se cilin term që e përdori. Kemi fjalë që kanë depërtuar në gjuhën shqipe, edhe që faktikisht kanë njëherë fatkeqësisht nështë me thonë që nuk kanë edhe zëvendësim. Se di është një letërsi që në gjej veten më shumë edhe A ka burime mjaftueshëm për studimin e saj? Ka. Janë disa libra të Institutit Albanologjik, është përmbledhja letërsie poezie e Bitegjinjeve, letërsia Elhamiad. Mirë po ka dhe shumë krijues tjerë, shumë autor tjerë që kanë shkruajtur, kanë vepruar në periudhën osmane, por që na nuk është e njohim shumë se e kanë, domethënë ka arsye të ndryshme pse ata nuk janë njiftë shumë, mirë po ne kemi pas mundësinë me i studiu edhe domethënë si popull kemi po filologjisë, në kodër po degën e filologjisë. Edhe domethënë a keni student shumë aty? Zakonisht jo, nuk është që ka shumë student, mirë po ata që dalin tamam. Qysh me zgjedh një poezi, cilën me zgjedh këtu tonën për me interpretu? Në të 40-tat e mallit. Një far vdekje na kem ram. Një mall i rand më shpojke për tej. Një humbje e mulueme me dhej mungese, si kur isha nem huzurt mos gjej. Për mallimet e mia i kam bulu, me organt harruem të heshtjes. Mërdhin dimnit mos pranis tane, dhe këputen si gjethet e vjeshtës. Trilutje hanës më sheft ja qova, me mi pru prap thumbat e tu, që më thumbon kur mallit merr me pa, ndërsa mu vazhdon zhduk kum thu. Qefet e pathana për me shu etjen, mbetën të prangume mrenan mu, se një dek e ran na kem ram, në 40-tat e mallit të pres me mgushlu. Qenë ka gegnishte e dëgjume prej neshëm, edhe është vështirë me shkru gegnisht? Jo, mendoj që poezia veç në geg është poezi. Fatkeqësisht ka që hatruan, mirë po poezia në standard shumë hup. Nuk e di, proza por shkon me standard, ama poezia në geg. Është ndryshe me lexu Fishten, është ndryshe me lexu Atzef Plumbin, e ndryshe me lexu Gneika Jugu. Nuk e di, unë e shijoj më shumë në gegnisht. Karrierën tënde kushe? Si redaksi, domethënë si shtëpi botuese frymëzimi që jena, domethënë e kemi synimin kryesor me rrit numrin e botimeve, punë, vepra, domethënë në kuadër të kësaj të frymëzimit. Një 40 divane të tilla me Elon Musk edhe me përmbyll misionin jetësor. Shumë sukses Fatjon, faleminderit shumë për kohën që ndave. Faleminderit juve për ftesën.